Ne kemi pasur mbrëm deri vonë një mbledhje të kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, ku kemi diskutuar opsione të ndryshme dhe me një gatishmëri të lartë për të ecur përpara, kemi bërë edhe një hap më shumë, ndërkohë që jemi të vetmit që kemi ndërmarrë hapa deri më tani. Të gjitha takimet që i kam pasur unë me kryetarët e PDK-s dhe LDK-s janë iniciuar nga unë. Asnjë takim nuk e kanë thirrur ata, sido që tjetë kam pasur refuzime edhe për takime, e gjithashtu refuzime edhe të ofertave që kemi bërë, dhe tash hapi i ri që kemi ndërmarrë, e i cili duhet të konkretizohet deri nesër mbrëma, sepse afatet janë të tilla, është që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës bashkarisht, si dy parti që janë më të vjetra se lëvizja vetëvendosje, le të na i sjellin 3 emra të personaliteteve unifikuese, të figurave që kanë reputacion të lartë për nga integriteti qytetar edhe kombëtar, por natyrisht edhe për nga kontributi profesional në shoqëri. Dhe këtyre 3 emrave ne mund t'ja asigurojmë mbi 90 nënshkrime, sepse për të aplikuar një kandidat i duhen 30 nënshkrime të deputetëve të kuvendit. Vetëvendosja me PDK-n edhe me LDK-n së bashku e garantoj një gjë të tillë. Në rast se ata na i sjellin neve 3 emra të personaliteteve unifikuese jashtë skenës aktuale politike, atëherë 2 kandidaturat tona, zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njupca dhe deputetja e Kuvendit të Republikës doktorja Fatmire Mulhaxha Kolçaku do të tërhiqeshin. Pra, le të na i sjellin deri nesër mbrëma 3 emra të personaliteteve unifikuese jashtë skenës aktuale politike, sepse presidenti duhet të jetë shprehje e unitetit të popullit, ashtu e kërkon kushtetueshmëria jonë, dhe me atë rast menjëherë këta të dy edhe në mbledhje që pa të mbrëm, thamë se tërhiqemi. Pra, ne po presim 3 emra prej atyre 2 partive bashkë. Ju e dini që as Lidhja Demokratike e Kosovës, as Partia Demokratike e Kosovës nuk i kanë deputetet për ta propozuar kandidatin e vetë. Lidhja Demokratike e Kosovës mund të propozojë një gjysmë kandidati, se i kanë 15 deputet nga 30 në rastin më të mirë, nëse janë të gjithë unik. Ndërkaq PDK-ja mund të propozoj 2/3 e një kandidati, sepse i ka 22 deputet. Por, këto të dyja bashk, le të na i sjellin neve 3 kandidat. Pra në kushtet kur asnjëra prej tyre nuk është në gjendje t'ja bëjë nënshkrimet asnjë kandidatit vet, ne po themi bëhuni bashkë dhe na i sjellni 3 kandidat dhe vetëvendosja po tërhiqet. Por na i sjellni kandidat jashtë skenës politike që të jenë shprehje unitetit dhe të jenë të njohur me kontribut në shoqëri. Ka pa numër të tillë, sepse këto 2 parti janë parti më të vjetra se ne. Figurat seniore në shoqërinë kosovare, ata i njohin edhe më mirë se ne. Prandaj ka shumë profesor në universitete, ka shumë njerëz të cilët kanë kontribuar e kontribojnë, të cilët kanë sakrifikuar për vendin tonë, dhe nuk mund të na thonë që 2 partit më të vjetra nuk mund vinë me 3 emra. Dhe me atë rast do t'i kishim mbi 90 nënshkrime ku edhe ne kontribojmë, ne kemi mazhorancën 66, tash vetëvendosja është 57, unë mbrëm nuk kam folur me përfaqësues të pakicave, por janë në rastin më të keq ne jemi 57. PDK-ja 22 bëjnë 79. Edhe LDK-ja 15 i bie që bëhen 94. Pra, vetëvendosje PDK edhe LDK mund t'i asigurojnë nënshkrimet 3 kandidatëve. E ne po themi në mes në këtyre 3 kandidatëve asnjëri le të mos jetë propozimi vetëvendosjes, le të jenë 3 personalitete unifikuese të 2 partive të cilët janë më të vjetra se ne, dhe në këtë mënyrë tash bllokojmë situatën dhe të kemi stabilitet institucional, meqense edhe një palë zgjedhje të reja nuk sjellin zgjidhje. Edhe një palë zgjedhje të reja na i humbin së paku 10 milionë euro për organizimin e tyre dhe 10 milionë euro tjera që do të ishin financime nga bashkia ndërkombëtare, sepse ne nuk do të kishim kuvend ku ratifikohen marrëveshjet. Unë i falenderoj të gjithë deputetët të Kuvendit të Republikës që për programet IPA 2020 dhe IPA 2019 dje i votuan në kuvend, këtu janë miliona euro për
qytetarët e Republikës, andaj e kemi shansin që sot e nesër, nëse nuk duan takohen me mua, se ç'po shihet, le të takohen me njëri tjetrin. Kryeministër, nëse ata nuk e kanë një kandidat, a keni një kandidat kjo Edhe partia? ata dy bashk, dy partit më të vjetra, le të na i sjellin 3 kandidat. Prej 3 kandidatëve asnjëri nuk është propozimi yni. Ne përkundrazi u asigurojmë nënshkrimin, sa ata si kanë as nënshkrimit për kandidatë e tyre. Dhe në javën e ardhshme të hënën përkatësisht le ta votojnë.